Armela, mirë se erdhe dhe rrisin shtëpinë tënde. Faleminderit shumë Motor, mirë se të gjeta. Çfarë ke bërë më mirë, çfarë të ka munguar? Atëherë unë dua ta nis përgjigjen e pyetjes nga fundi. Çfarë më ka munguar? Pse mendon që ky është momenti i dur që ne të riktheheshim tani? Momenti i dur nuk ekziston. Të dashur miq, doni ta dinim për çfarë debatojmë ne më së shumti? Hajde thuaj një herë. Ja, për këto fëmisha, për këto gjërat super aksesor, këto janë debatet tona. Kush ja merr kujt domethënë? Edhe një herë më ka dëshmuar se sa rëndësishme është të kesh një motor në jetë dhe për më tepër një motor si ti. Faleminderit shumë. Çfarë po bëhet me jetën tënde personale? Je në një marrëdhënie, duke qenë se nuk ka kaluar shumë kohë nga Shën Valentini me kohë festove. Xhelozi të vogla apo indiferencë totale? Indiferencë totale. Po Flirti pa fajshëm apo lojë rrezikshme? Si një akrep që jam i bëj të dyja. Drama apo pasion? Pasion pa dram nuk ka dhe dramat nuk bëhen pa pasion, kështu që të dyja mendoj unë. Na thuaj një fjalë që të shëron. Një fjalë që të shëron. Mendoj që një përqafim të shëron. Dhe nëse do zgjidhja një fjalë, është fjala të dashuroj. Kjo, kam nevojë për një përqafim. A ka pasur një moment personal që të ka ndryshuar këndvështrimin? Ka qenë një farë zhgënjimi që kam marrë për gjatë asaj periudhe dhe kuptova që shiko, ata të cilët të duan të mirën janë kryesisht njerëzit e tu familjarë. A ka kaluar ndonjë kandidat në intervistë familjare? Gjetu një person interesant që di të bëj për vete trurin tim. Ore, nuk është podcast romantik. Pyeste, nga cili qytet do e marrësh bashkëshortis? Unë kam një miku joni përbashkët, thot nga Traola. Nëse do takoje Armelën me 10 vjeç. Çfarë do i thoja? Atëherë Armela na iluminon. Çfarë na pret në këtë sezon të ri të Diku ku dielli nuk perëndon?